Tani të krijosh një strukturë të posaçme vetëm për Surelin, apo vetëm për, ku dhe unë, rrethinat afër radio televizionit, mua më duket luks i madh. Sepse të njëjtën punë bëjnë dhe prokurorët, por u krijua, e pranuam reforma. Atëre duhet lehtësuar këta njerëz që punojnë në kushte të posaçme, të vështira, të veçanta, po padyshim. A duhen paguar këta? Po padyshim. Po nga kush? Nga ne pra. E kuptoj, po kryeministri kur thot se uron që kjo t'jetë një shaka e idhur, këtu ka parasysh që e gjithë kjo situatë e krijuar nga kjo kërkesë për aq pak para, është e tepërt? Pra, këtë ka ai parasysh? Kryeministri është një instrument publik politik që shfrytëzon çdo lloj kërkese që mund bëhet nga një pushtet i lishëm dhe i privilegjuar për shkak të kryeministit se. E dim reformën, kush e bëri? Politika e bëri. Pëse e kryeminist? Jo, ai thotë e kam bërë unë. Jo, ai thotë me mua do eci përpara. Jo, ai tha reformën drejtësie kam bërë. Spakun e votuan të dy palët. Jo, dakord, reformën drejtësie, jo, po mos jetë pësëja. Dakord, okej. Patjetër pra po. Dakord. Atëherë ti do përballosh edhe kostot e këtij pushteti. To janë kostot e pushtetit. Do thoni ju që a është sa thot kryeministri, ai përdor instrumentin politik për të frenuar të lloj lakmie që ka pushteti i drejtësisë për të prevaluar në raport me pushtetet e tjera. Po, nëse... Edhe ka të drejtë. Nëse jemi... Politikisht. E kuptoj. Po, patjetër. E kuptoj që e gjitha është politike. Por ama, nga ana tjetër, një njeri që merr vesh nga drejtësia, i thotë, këta erdhën në këtë standard, jo për shkakun e Olës dhe Sokolit, por erdhën për shkak të veprimeve dhe tua politike. Dakord, po. Dhe një gjë të dhënë, ti nuk mund t'ja hiqësh. Duke patur parasysh gjithë to halle që ka vendi ynë, ndoshta, ai mund të thotë me të drejtë, tani po talleni me këtë kërkesë që po bëni, prandaj ju pyeta, pra, çfarë si ta zbërthejmë këtë shakan e hidhur të tij. Ai kam përshtypjen fare që nuk e di fare këtë diferencë që biseduan e bashkë. Ai nuk e di që bëhet fjalë për 50-60 mijë lekë të vjetra. E kuptoj. Ati intereson fenomeni. E qartë. Do të thotë, ky produkt që erdhi, rrezik do ta thotë nesër pastaj këtë që themin e bashkë. Ky produkt që erdhi për shkak të vullnetit tim, nëse unë do isha si ai. Ky produkt tani kërkon të më marrë edhe gjithçka kam unë në zyrën time, edhe kjo diferencë. Kjo diferencë 50.000 lekë, 60.000 lekë, po ti mbledhësh të gjitha bëjnë miliona. Dhe kjo shkon tek zëri buxhet të Ministria e Financave. Dhe Ministria e Financave nuk mund ta bëj këtë pa ligj, pra te vullneti. Dhe këtë vullnet unë e kam, se shkyreti. Të vullnet unë e kam, e kisha, po më dolën që ato 60.000 lekë tuajt mua më rëndojnë buxhetin. Atëherë bëra referencë Presidentit e Republikës. Ju e kërkoni, ata do ta marrin. Do ta marrin se u a ke dhënë. U a ke dhënë. Dhe kjo është kosto e reformës. Kemi ne drejtësitë reformuar në gjykimin tuaj pas kaq kohësh, apo ka nevojë për të ristandardizuar me ndërhyrje nuk e di ku, ma thoni ju, sipas analizës që ju i bëni, duke qenë se jeni mirëfilli brenda sistemit e njihni më mirë se çdo. Praktikisht. Ka më mirë që ka të tjerë që e njohin më mirë nga mua, padyshim. Unë mund të jem i keqi nga ata që e njohin, por unë do të them ato çfarë unë mendoj. Nëse një reform inisohet, kam dashuri më të madhe për qytetarën, por kur vullneti qytetar kthehet në populizëm, brenda së cilës ka sent urrëtie, unë nuk mund pajtohem. Individualisht. Mendimi juaj, po. E kam pjesën time. E kuptoj, po. Jam i revoltuar kur shikoj që shfryzohet mendimi që i shumë njerëzve, ose vullneti shumë njerëzve që nuk marrin vesh nga gazetaria. E qartë, e kuptoj. Edhe ju do ndiheshit e fyer. Shumë ndryshime që u bën, për më tepër që u bën dhe morën pamje të karakterit kushtetues, mua nuk më la shije të mirë. Sepse që në këtë moment, ti dhe natyrë tjetër kushtetutës. Natyra e kushtetuetës, kur krijohet kushtetuta,
nuk krijohet për të kufizuar, krijohet për të dhënë liri. Kemi koncept komplet ndryshe. Kushtetuta i jep lirin qytetarit, nuk i jep kufit. Pra, përcakton kufit e liris, po i jep lirin, ky është temeli. Ti vendose në kushtetut ngritje organesh të posaçme brenda së cilës ka sente të karakterit represiv, dhunues. Pra e zgjerove gamën e institucione në kushtetut. Mua me jep një qytetar jashtë Shqipërisë, kur e merr Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe thot 2/3 e kushtetutës flasin për gjykatat, prokuroritë e tjerë, krijon përshtypjen që këtu nuk është një shtet që vjen era Europë. Ky është një shtet që vjen era i këndit të fundit të lindjes, se kupton që hajde ta bëjmë. Edhe premtojmë që do futemi në Bashkimin Evropian. Kjo është pjesa e parë. Pjesa e dytë është njerëzit duan, ose njerëzit trajtohen, se njerëzit nuk e duan këtë, por duan ta ndjejnë kur analogët e tyre, njerëzit e tjerë dënohen me vendime të ashpra, 25, 30, 40. Kjo më kujton ato amfiteatrët e Romës që kur gladiatorët, njëri prej tyre, edhe perandori i the bukën, edhe këngët, edhe njerëzit ishin të kënaqur. Po ne nuk jemi në këtë lloj standardi. Jemi në 2025, jemi në shekull tjetër. Dhe nuk mund t'i trajtosh njerëzit që varet se si orienton, se ti mund të orientosh gjithë median që krimi, burgu, dhe pasaj në fund fare njeriu lind në mëngjes, del në mëngjes, edhe përfundon në darkë me o krimin, o burgun. Dhe orientimi një situatë të tillë teorikisht sociale, penale, etj. I bën dëm shoqërisë duke ndërprerë iniciativën për të bërë biznes dhe jetë normale, të lirë, të kulturuar. Për shembull, këtu nuk flitet për teatrin, flitet për spakun. Këtu nuk flitet për komedinë, për letërsinë, këtu flitet për u dënua filani, fillojnë pas këto thrillera tregimtar me penduar i pandehur, edhe njerëzit janë të kënaqur, flen pan një të penduar të pandehur, një dënim 35 vjet dhe kjo është ta trajtosh qytetarin si zero, si hiç, nuk i dhe ndonjë gjë, përveç se i dhe margjin e ndëshkimit. Kjo vjen për shkak të kushtetutës. Së treti, ndërtimi institucional tashmë. Ti ke një prokurori të posaçme, ke një gjykat posaçme, ke një gjykat jurisdikcioni zakonshëm dhe një prokurori të tjerë. E thash me pak fjalë që parë. Të dyja këto japin dënime për shkak të kryerjes së veprës penale, po japin edhe zgjidhje të karakterit civil, që qytetarët hyjnë për shkak të kufive të tokës, së pronës, të familjes, etj. Pra, të dy mbajnë përgjegjësi. Ti këta dy, këtë kategori që është brenda të njëjtit sistem, ti e ke diferencuar kaq shumë në mënyrën e të mbrojturit ndaj këtij pushteti, sa ata nuk përqasen fare me njëri tjetrin. Pra ti e ke nënvlerësuar prokurorinë e jurisdikcionit zakonshëm dhe gjykatën, dhe si do ndihesh ti që bën të njëjtën punë me kolegun, më fal që thash ti, jo juve, raport me kolegun, jep të njëjtat dënime, zgjidh të njëjtat mosmarrveshje, jep para të njëjta kategori sociale konfliktuale, kur paguhesh më pak dhe kur kolegu. Së treti, krijohej një institucion siç është gjykata e posaçme. Po, patjetër. Por ti nga ana tjetër në mbulesë ose në kamuflim të politikës, ti e kriminalizove gjithçka në Shqipëri. Edhe politikën gjithashtu. Se unë e besoj që korrupsioni është plagë e madhe. Po di ndonjë qeveri në Shqipëri, Ola, që nuk ka rënë nga korrupsioni? Po më them që qeveria e 96-ës nuk ra nga korrupsioni.